Jemi në rubrikën Opinion dhe do të flasim tani për koalicionet e partive të reja. Nisma Thurje dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet do të dalin me një listë përbashkët. Është firmosur marrëveshja e koalicionit, por detajet se si do të funksionojë ky koalicion dhe cilat janë disa nga pikat kyçe të këtij koalicioni do t'i diskutojmë tani me zotin Endri Shabani nga Nisma Thurje. Zoti Shabani, faleminderit që jeni. Faleminderit për ftesën. Nisma Shqipëria Bëhet është koalicioni që ju firmosët me zotin Lapaj, me lëvizjen e tij Shqipëria Bëhet. Si do të dilni në këto zgjedhje? Ju thatë që do të dilni me listat hapura, por ligji aktual nuk e lejon që të jetë lista tërësisht e hapur. E keni gjetur zgjedhjen se si do të dilni? Ligji aktual, që është, për ta thënë të vërtetën, është dizenjuar nga Edi Rama me Sali Berishën, pra e votuan bashkë vjet, e ka nisë që në 2008, kanë ndërtuar një bunker për të mbrojtur veten e vet nga vota popullore. Dhe ju e pat edhe për primaret, pra ata kanë vendosur për rastin e PD-s, PS-n se kemi parë ende, po në rastin e PD-s u bën primare, por ata që do jenë në listën e mbyllur nuk janë as njerëz që u votuan në primare, as njerëz që do votojnë në ditën e zgjedhjeve. Pra do jenë njerëz që do emërohen direkt nga kryetari i partisë. E njëjta gjë me PS-n. Do jenë njerëz që emërohen direkt nga kryetari i partisë. Pra ka dy lista. Një bunker për të besuarit kanakarët e kryetarit dhe një listë tjetër ku qytetari do shkojë të votojë. Në rastin e PD-s dhe PS-s, kjo lista e hapur është loj pa top sepse duhet fitojnë një herë 12 parët, pastaj me kismet mund të krijohet mundësia për të tjerët. Në rastin e Nisma Shqipëria Bëhet e koalicionit ton, kjo listë do jetë do zbrazet. Pra janë persona të cilët nuk kanë ambicie politike, janë mbështetës si tanë, janë njerëz të cilët hynë aty me qëllimin për të tërhequr, përpara se të fillojë numërimi i votave. Për ta sqaruar për qytetarët, ata që do të jenë në krye të listës janë emra që do të jenë aty fiktivisht dhe gara e vërtetë do të zhvillohet në pjesën e hapur të listës. Pikërisht. Ata që janë në pjesën e parë do t'i japin dorëheqjen. Ata që janë tek lista e sigurt, ku votuesi nuk mund të votojë, as ti zgjedh, as ti ndërshkojë, në rastin e Nisma Shqipëria Bëhet, nuk do të garojnë në zgjedhje. Pra do jenë formalisht aty, por do të kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë e tyre që të tërhiqen nga gara. Për pasojë e vetmja listë reale do të jetë lista e hapur, ku votuesi do shkojë dhe do na rendis në bazë të popularitetit. Pra do jem unë, do jetë zoti Lapaj, do jetë zoti Pano Soko, do jenë aktivistë të tjerë cilët nuk dua t'i nxjerr tani emrat sepse do i shpallim javën që vjen. Personazhet të botës së artit, personazhet të botës sportit, të gazetarisë, të cilët do garojnë kush ka më shumë mbështetje, do renditet i pari, i dyti, i treti, i katërti dhe të gjithë bashk do të kontribojmë për të rritur numrin e përfaqësimit të shtresës mesme, se unë besoj që ne përfaqësojmë shtresën e mesme në parlament, përfaqësimin e shtresës mesme në Parlamentin e Shqipërisë. Se sa do hynë pastaj, se cili do të hyjë do të varet sërish nga votuesi. Ju vetë ku do të kandidoni? E keni vendosur? Padyshim në Tiranë. Unë jam, do thënë, unë e dua gjithë Shqipërinë, po jam i lidhur me qytetin e Tiranës prej 7 brezash, qyse kur dihet historia e familjes tonë. Jam antar i Këshillit Bashkiak. Gjithë jetën time përveç periudhës që kam shkuar të jetoj dhe studioj jashtë, e kam kaluar në qytetin e Tiranës, aspiratet e mia lidhen me qytetin e Tiranës, kështu që këtu do jam. Është krijuar një traditë nga partitë e vjetra, po themi, nëse bëjmë të ndarjen të vjetra dhe të reja, që listat e kandidatëve për deputeti çojnë në orën 23:59 minuta në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe deri në atë moment askush nuk e di se kush do të jetë në listë dhe ku do të jetë dhe në çfarë vendi dhe në çfarë qyteti dhe të gjithë presin me ankth. Ju do ta ndiqni këtë traditë apo do t'i dërgoni më përpara, sepse afati përfundon në datën 12, ditën e martë, në mos gaboj. Kuptoni pse ndodh ajo. Partitë e vjetra konkurrojnë me lista të mbyllura. Pra ai ka premtuar gjithëve që do jesh i pari, i dyti, i treti, i katërti dhe e gënjen deri në momentin e fundit. Dhe pastaj ata mendojnë që janë listë ke ky bunker i sigurt dhe në fakt janë aty në fush betejë dhe do luftojnë për këta që janë në bunker. Prandaj i mbajnë me gajret edhe me gënjeshtra deri në 12 natës. Në rastin ton, lista është e hapur. Pra 140 kandidatët që do të garojnë, e dinë që do të garojnë, kanë shprehur vullnetin garojnë aty ku kanë më shumë popularitet, pranë Tiranë, Durrës, Korçë, Fiere, kështu me radhë. Nuk ka surpriza.
Kështu që s'ka asnjë arsye për të pritur momentin e Po fundit. kur do të dorëzoni listën? Kemi parë që një tjetër parti e re, Lëvizja Bashkë, dorëzoi dje listën e kandidatëve të Kanë vet. bërë shumë mirë. Ne do ta dorëzojmë kur të jetë gati. Aktualisht kemi më shumë kandidat se çka vende tek listat e hapura, kështu që jemi duke diskutuar, sepse një pjesë e madhe e atyre që bogarojnë janë aktivista. Janë njerëz se cilët duan të marrin pjesë aktivisht edhe të testojnë vetën e tyre, por edhe të shohin mbështetjen që kanë në zonat ku janë, dhe ndoshta edhe nëse nuk bëhen deputet, dhe një pjesë e madhe nuk do bëhen deputet, sepse ne garojmë me 186 kandidat, keni parasysh, duan të testojnë veten për zgjedhjet e ardhshme lokale e kështu me radhë. Kështu që po gjejmë një mënyrë dhe një formulë në mënyrë që të jemi ata që duan dhe që kanë realisht mundësi për të marrë një mbështetje të jenë në listë dhe të tjerët të garojnë në zgjedhjet e ardhshme lokale. Si keni përzgjedhur kandidatët? Kemi parë Partinë Demokratike që ka bërë primare, Partinë Socialiste ka bërë deputeti që duam, po ju si keni përzgjedhur kandidatët që do të jenë në listën tuaj për deputet? Sepse dëshira për të qenë pjesë e listës besoj nuk mjafton, ka edhe disa kritere që kandidatët tuaj duhet të plotësojnë, apo ja? Po e theksoj edhe një herë që lista është shumë e gjatë, pra 140 vende në parlament, 186 kandidat. Pra, problemi nuk është zgjedhja. Si PS-ja dhe PD-ja kanë krijuar këto artificat, si primaret apo deputetit që duam, për të fshehur renditjen. Pra, gjitha buron nga legjitimimi, pra mungesa legjitimiti që ka renditja e listës mbyllur. Në rastin ton, vendimi është vetëm je apo si je në listë hapur. Kaq, pjesën tjetër renditjen e bën është alfabetike, e rendit KQZ-ja, dhe renditjen mbas zgjedhjeve do ta bëj votuesi. Ne kemi disa kritere. Kriteri i parë është që ai që do të kandidojë apo ajo që do të kandidojë të ketë një figurë të pastër morale. Pra, të jenë persona të cilët nuk kanë kryer vepra penale, nuk kanë qenë zyrtar të korruptuar apo përfolur për korrupsion, dhe të cilët kryesisht janë të rinj që duan të kontribojnë për zhvillimin e Shqipërisë. Janë kritere minimale që duhet i kishte, besoj, çdo parti politike, fatkeqësisht nuk i kanë. Ju keni parë që na u desh një ligj për dekriminalizimin, për të nxjerrë nga parlamenti disa kriminal që i kishin fut dy partitë e mëdha, kryesisht PS-ja, po edhe PD-ja nuk ishte mbrapa me kriminalët që fusten në parlament. Kaq është filtri. Pra filtri është a je njëri i ndershëm, a je njëri që ka ardhur aty për të vjedhur Shqipërinë dhe vjen nga bota e krimit, apo je një njëri i cili do të kontribosh për Shqipërinë. Pjesën tjetër pastaj jenë në listë 140 veta, kush të ketë më shumë mbështetje do futet në parlament. E zaurojmë pjesën e listës, do të jetë kjo mënyrë. Shumë diskutime çështje teknike. Pasi dorëzohet lista, vjen edhe pjesa më e rëndësishme e fushatës dhe e programit. A keni ju një program të përbashkët me lëvizjen Shqipëria bëhet? Keni punuar për një program? Kur do të publikohet ky program dhe cilat janë pikat kyçe të këtij programi tuaj? Shiko, ne jemi një koalicion prej 3 partish, por padyshim secila parti, secili grupim ka ato qëndrimet e veta dhe çështjet që i ka prioritare. Dhe padyshim si një grup i përbashkët parlamentar, që ne synojmë të ndërtojmë në parlament, ne do kemi një agjendë përbashkët. Pra plani është të ndërtojmë një kontratë sociale që votuesët ta dinë që kur vinë dhe votojnë për këtë koalicion, kjo është arsye pse jemi bërë bashkë. Dhe gjëra që na bashkojnë është që ne duam të luftojmë për shtresën e mesme. Pra ne duam të fuqizojmë shtresën e mesme në Shqipëri dhe ne duam të rikthejmë fëmijët që kanë shkuar jashtë. Pra të japim perspektivë të rinjve për të qëndruar këtu dhe të krijojmë mundësi të rinjve që kanë shkuar jashtë që nëse duan të kthehen në vendin e vet. Për të arritur këtë qëllim, padyshim duhen disa ndërhyrje. Para se të ndalim te ndërhyrjet, me që jemi këtu, koalicioni juaj është i majt, i djathtë, socialdemokrat, i qendrës, çfarë boshti ideologjik ka? Sepse ne kemi vuajtur nga partitë që kur janë në opozit janë të majta, kur vinë në qeveri bëhen gjitha të djathta ekstreme. Cili është boshti ideologjik i koalicionit tuaj, nëse ka një boshti ideologjik? Ku qëndroni ju? Shiko, këtu debat majtas djathtas nuk ka pas kurrë. Me këtë ta them me kompetencë si pedagog i shkencave politike. Dhe për këtë arsye politika shqiptare është tukur, sepse nuk kemi bërë debat për ide. Një sekond.
nuk ka pas për 34 vjet, as kanë qenë të majt, as kanë qenë të djathtë. Kanë qenë thjesht një çeta hajdutësh që janë sul pushtetet publik për të pasuruar vetën e vet. Dhe këtë po e vërteton SPAK-u. Kjo është arsye pse një nga mënyra se si ne po luftojmë me këtë klasë politike është me dosjen SPAK. Se nuk kemi përballë njerëz me ide të gabuara, kemi njerëz me synimin për të vjedh. Tani, ku qëndrojmë ne? Keni parasysh që shoqëria shqiptare është përçar në 34 vjet artificialisht. Janë nda mësues me PS, mësues me PD, taksist me PS, taksist me PD, fermerët të PS-s të fermerët të PD-s. Dhe kjo përçarje që i ka ndodhur shtresave shoqërore shqiptare ka dobësuar shoqërinë shqiptare. Ne jemi për popullin shqiptar për t'i sjellë bashkë. Dhe ne duam ta bashkojmë shoqërinë shqiptare. A kemi ne ide politike disa të cilat mund t'i klasifikosh majtas dhe disa të cilat mund t'i klasifikosh djathash, padyshim që kemi. A kemi një debat për sistemin e taksimit mes grupit tonë, padyshim që kemi. Por në këtë moment historik, ajo që ne duam të çojmë përpara është ta bëjmë shoqërinë shqiptare bashkë për te këtyre ndarjeve artificiale dhe të arrijmë ato objektiva që janë për të gjitha palët. Shikoj, majta dhe e djatha debatojnë se kush e zhvillon më shumë shoqërinë. As e majta, as e djatha nuk promovon vjedhjen. Pra, njëra beson që shoqëria zhvillohet me një shtet solidar dhe të fortë, tjetra beson që shoqëria zhvillohet me një treg të lirë, pra një konkurrencë të tregut të lirë. Asnjëra nuk e legjitimon që një grup, një çet do t'i sulet shteti, do ta vjedh, do t'i marrë pasuritë publike, do t'i marrë për vete. Pra, këta nuk kanë vjedhë se kanë qenë majtë të djathtë, këta kanë vjedhë se janë ajdut. Kështu që këtu na duhet një grup të rinj me integritet, atdetar që e sillen shoqërinë bashkë. Pastaj debate majtas djathtas do t'i bëjmë në parlament kur ta kapërcejmë këtë fazë të momentit. Për mendimin tim, në këtë moment ndarja majtas djathtas është një ndarje e cila është artificiale, sepse përballë ata nuk janë ndarë majtas djathtas. Ndarja, shiko, çdo ndarje ideologjike mund të flas me orë. Qytetarët, ju mund të flisni për orë se jeni pedagogë i shkencave politike dhe e kuptoni më mirë këtë që duhet të them, por qytetarët deri më tani nuk janë mësuar që të flasin për bindje, janë mësuar që të veprojnë dhe të votojnë sipas traditës. Dikush votonte për një parti se kishte gjyshin partizan, dikush ishte antikomunist dhe votonte për një parti tjetër. Dhe kjo tregon shtresësinë e debatit ideologjik. Sepse nuk është bërë kur debat ideologjik në këtë vend. Tani, forcat e reja politike, a nuk do të mbjellin filizat e një debati politik, nuk do të flasin për qëndrime ideologjike? Po, padyshim, por jo ta përçajmë prapë shoqërinë artificialisht, sepse përballë nuk kemi një grup ideologjik. Shiko, e majta dhe e djatha lindi me revolucionin francez. Ata që ishin për Republikën, për shanset barabarta, u ulën në krah të asambles. Ata që donin që të mbanin rendin që kishin, pra titujt, mbretërinë dhe hierarkinë që ishin ndërtuar për qindra vite, u ulën djathtas. Dhe historikisht, majtas apo djathtas janë përgjigje ndaj një pyetje. Sot, përgjigja ndaj pyetjes politike që ne kemi nuk është më majtas djathtas, është poshtë dhe lart. Pra, a duam ne që të vazhdoj vjedhja, a duam ne që të vazhdoj kjo kapje e shtetit që shkon në profilin e nepotizmit, ku këta po riprodhojnë grupin e vet dhe fëmijët po e delegojnë pushtetin ke fëmijët e tyre, apo duhet krijojmë shanse barabarta për çdo fëmijë shqiptar. Çusi është tonë, jo, gjithë janë po, dakord. Jo, janë gjithë po, jo, shko ke Rolling Hills ti dhe i shef gjithë jo. Prandaj po të them që ndarja sot shoqërore është poshtë dhe lart. Ne mund të bëjmë këtu debate kot me njëri tjetrin, më kupton që unë i bëj për ditë në auditor, por sot shoqëria shqiptare nuk është ndarë majtas djathtas, është ndarë poshtë dhe lart. Dhe për sa kohë është ndarë poshtë dhe lart, unë refuzoj që ne të fuzim dhe një përçarje tjetër apo një ndarje tjetër duke diskutuar për seksin e ëngjëve, ndërkohë që përballë momenti historik na kërkon që të rinë bëhen bashkë. Prandaj të them që kemi debate. Nuk është se s'kemi debate ideologjike. Qoftë me privatizimin, qoftë me skemat e si do ishte më mirë për shembull rasti e urbanit publik, a do ishte që të jetë i shtetëzuar apo të jetë privat. Kemi debate për sa i përket sistemit taksimit. Por kur përballë ke një çet që po vjedh Shqipërinë, e ke parasysh se çfarë ndodhi kur Konstantinopoja ishte rrethuar, priftërin po debatonin për seksin e ëngjëve. Dhe u pushtuan. Unë nuk mendoj që ne kemi luksin të debatojmë sot për seksin e ëngjëve. Ndërkohë, shkojmë në parlament, japim fund tranzicionit, i sjellim Shqipërisë një brez të ri politik,
Po do kemi kohë për debatuar aty majtas apo djatha se si do ta zhvillim përpara shoqërinë. Dhe ki parasysh edhe një herë që edhe e majta dhe e djatha nuk janë më e majta dhe e djatha e revolucionit francez. Nuk janë më as e majta dhe e djatha e viteve 90. Sot e majta dhe e djatha ka evoluar dhe ky debat ka evoluar. Megjithatë unë shoh që si grupim ne qëndrojmë në qendër të shoqërisë. Dhe prandaj them që ne jemi një grupim, padyshim nismathurë në veçanti, një parti e shtresës mesme. Pse? Sepse shtresa e mesme do padyshim që të ketë konkurrencë, do të ketë një treg të lirë, që të ketë mundësi që të ketë një promë private, që ketë mundësi që të investojë dhe investimi vetë jetë i sigurt, po do dhe një shtet solidar. Nuk do që të shtetit jetë i dobët dhe një sistem taksimi që janë të gatshëm të paguajnë ata, ama të rikthehet në shërbime publike. Të krijohen kushtet që të kemi çdo brez, çdo çift i ri për 10 or 15 vite të mund përballojnë blej një shtëpi. Prandaj në këtë pikë ne shkojmë më shumë drejt një partie centriste për shkak sepse ajo shtresë shoqërie që ne përvajsojmë është shtresa e mesme, e cila nuk është as ke ekstremi që ta eliminojmë pronën private, edhe të kthehemi edhe një herë ku ishim, as ke ekstremi tjetër që ta hedhim shtetin tokë edhe secili ke parcela e vetë dhe s'dum t'ja dim fare se ç'a ndodh me hapësirën e përbashkët. Cilat janë disa nga pikat kyçe të programit tuaj, nëse mund t'i përmendni, për arsimin, për shëndetësinë, për sistemin e taksave me që e përmendët? Pra ne rikthehemi prapë kush është qëllimi. Qëllimi ynë është që në Shqipëri të fuqizohet shtresa e mesme dhe të japim perspektivë trimëve që janë këtu apo trimëve që kanë shkuar jashtë të rikthehen. Që t'i arrijmë këto, ne duam të kalojmë 5 reforma të mëdha, 5 paketa. Duke identifikuar problemet, kemi identifikuar dhe zgjidhjet. E para ka të bëjë me meritokracinë. Ne duam të kalim një paket për të garantuar meritokraci në shtet dhe në privat. Pra për t'i dhënë stabilitet atyre që punojnë në punësve civil, të cilët duke sjell atë që është depolitizimi i administratës publike, që besnikëria të jetë ndaj shtetit shqiptar jo ndaj partisë, të eliminojmë nepotizmin me ligj në administratën publike, të kufizojmë me ligj funksionet drejtuese në sferën publike, jo shtetërore, por publike. Për shembull, ti ke universitetet sot, qeverisen nga njerëz që kanë qenë vitet 2000. Janë krijuar ente publike, të cilat kontrollojnë të gjithë profesionet, qoftë avokatin, qoftë noterin, qoftë kur çojnë urdhrin psikologut, qoftë dentistët, qoftë mjekët, dhe këtu prap ka një stagnacion. Pra janë të njëjtët njerëz që kanë 20 vjet dhe nuk lejojnë qarkullimin e brezave. Dhe ne duam ta kufizojmë këtë me ligj. Ne duam që të garantojmë që pavarësisht e fëmia kujt je, të garantohet mundësia për të punuar në Shqipëri. Dhe kemi përgatitur një paket për të ofruar, për të garantuar brezit të ri punë me meritokraci. Që kjo padyshim do të përmirësojë dhe shërbime publike, por qëllimi kryesor është që çdo njeri që do të punojë në privat apo në shtet, të konkurojë. Dhe nëse nuk ja del, ta di që po të punojë më shumë, po të shkollohet më shumë, do të ecë përpara. E dyta, ne kemi një paket që kemi quajtur anti-oligarki, sepse ne duam të krijojmë treg të lirë. Sot ke monopolin treg, ke kapje të tregut nga 5-6 veta. 5-6 ne i quajmë oligark, të cilët kontrollojnë portet, aeroportet, naftën, rrugën, sigurimet e makinave, sigurimet e jetës, tregun e orizit, tregun e ujit, tregun e kafes, një dhe njëri kontrollojnë gjithçka. Këto ne duam t'i pengojmë me ligj, siç i ka penguar Evropa, siç i ka penguar SBA-ja, siç i ka penguar vendet demokratike, të cilat nuk lejojnë kapjen e tregut, monopolin apo oligopolet në treg. E treta. Po si do t'ja arrini këto? Do t'ja hiqni, do t'ja shtetëzoni disa nga këto sektor? Si? Mund t'i shpjegoj me radhë, po nga që janë 5 paketa, pra ne tentoja të ndalemi pak te kjo, se është interesante. Atëherë, ç'a bëhet në këtë rast është e para. Kur një njeri ka të gjitha, çfarë ndodh? I ka marrë në mënyrat që ai i ka marrë. Si ja hiqni ju? Ti e detyron që të shesi aksionet. Pra nuk mundet që ne kemi pas për shembull një ligj për median, ku nuk lejoj që një njeri të ketë më shumë se 40% të aksioneve të një media. Po. Dhe përpasoj do detyrohet të shesi pjesën e të aksioneve. Kjo gjë është bërë në Amerikë që në shekullin e kaluar me ligjet antitrust. Kjo gjë ndodh sot në Nazi, kjo gjë sot ndodh në Evropë, nuk ka vend demokratik edhe të zhvilluar që nuk aplikon kufizime të ai që quhet merging dhe acquisition. Për shembull, nuk më ndodhte kurrë në Evropë që njëti biznesmen që ka 3 spitale të mbledhë spitalin e 4 dhe të krijojë monopol të tregut të spitaleve private.
Nuk ndodh sot në Evropë që një bank të kontrolloj 60% të tregut. Nuk ndodh sot në Evropë që një biznesmen të kontrolloj 90% të tregut të naftës. Nuk është se atje s'kan para, por nuk të lë njëri të blesh aq shumë. E treta, paketa e tretë. Okej, paketa e tretë është paketë antikorrupsion. Ne duam që të zgjerojmë, të fuqizojmë SPAK-un dhe GKK-on, pra ta dyfishojmë në kapacitet, t'ja reduktojmë numrin e çështjeve. Për shembull, SPAK-u nuk hapset merret me korrupsion në nivel të ulët, pra janë këto mësuesët e shkollave apo polici në rrugë, por duhet t'i ketë duart e lira për të marrë me korrupsion në nivelit lart. Dhe duhet të ketë dyfishjen e kapacitetit. Kjo është njëra pjesë. E dyta, ne duam të fuqizojmë KLSH-n. KLSH-ja duhet të ketë në mënyrë direkte në kontroll auditin e brendshëm në çdo institucion. Në mënyrë që në kohë reale KLSH-ja të monitorojë si menaxhohet buxheti i shtetit. Dhe ne duam të kalojmë edhe një paketë tjetër për që jep fund problemit të pronave në Shqipëri. Duke marrë modelin anglez, po edhe disa vendeve tjera në Bashkimin Evropian, propozimi ynë është që të kalojmë të krijojmë një tribunal të pronës, i cili është gjykatë e posaçme vetëm për çështjen e pronave. Në Angli ke disa modele të tribunalit, dhe për të rastin e punës dhe për çështje tjera. Aty të fusim elementin e precedentit, ku një çështje që zgjidhet në mënyrë të caktuar, të aplikohet edhe për çështje tjera. E dyta, të digitalizojmë pronësinë e tokës në Shqipëri. Ajo që më thonë ekspertët, nuk jam ekspert i çështjes pronave, por ajo që më thonë ekspertët është që në ekipin që ne kemi, është që një pjesë shumë e madhe e pronave në Shqipëri janë prona pa konflikt. Pra dihet se kush është pronari i pronës, por nuk i jepet certifikata. Tani, kjo gjë nuk kapset zvarritet, ky do të jetë një proces automatik. E para, e dyta, një afat për 6 muajsh ku përmes ndërmjetësimit, dhe ne kemi të njohur me ligj institutin e ndërmjetësimit, ata që kanë konflikte pronash, nëse i zgjidhin me ndërmjetësim, e regjistrojnë pronën si pronë pa konflikt dhe në mënyrë automatike marrin certifikatën e pronësisë. Në rast të kundërt, kalojnë në tribunalin e pronës, i cili duke qenë një tribunal specifik për çështjen e pronave, i jep drejtim për 6 muaj deri në 1 vit problemet pronës që t'i japë mundësi Shqipërisë që në 2027 të jetë gati për të integruar në Bashkimin Evropian, se ne nuk mund të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian pas gjithë problemin e pronës në Shqipëri. Dhe një çështje tjetër, dhe kjo është e fundit, ne duam të fuqizojmë, të përmirësojmë shërbime publike, të cilat në fakt sot i detyrojnë brezin e ri të ikin jashtë. Shumë të rinj që ikin jashtë, ikin ose apo lindin fëmijë, ose kur planifikojnë të lindin fëmijë. Pse? Për shkak shërbimeve publike si shkollat, të qerët dhe kopshtet, spitalet, apo për shkak të çmimit të shtëpive. Për të treja këto, ne kemi propozime se si mund t'i zgjidhim, në mënyrë që t'i japim një perspektivë brezit ri, ta shohin të armët tyre këtu në vendin e vet. Por do t'i diskutojmë këto 3 propozimet, se janë interesante këto 3 propozimet. Edhe një pyetje të fundit, sa mandate synoni ju në këto zgjedhje? Me pritshmëritë tuaja, me sondazhet tuaja të brendshme, me anketimet që ju keni bërë me qytetarët? Jemi sinqert me ty, nuk i bëj këtë llogari. Unë bëj vetëm këtë llogari. 12 maj, ditë e hënë, zgjohesh mëngjes, hap televizorin. Cila është ndjesia popullore? Shikon akoma aty që edhe për 4 vite tjera do kesh Sali Berishën, Edi Ramën, Ilir Metën që ka dalë prapë nga burgu, Erion Velin që ka dalë prapë nga burgu, dhe ti mendon që ky vend s'bëhet më, e të mbledhim në elekt të çojmë fëmijët jashtë, apo ti hap televizorin edhe del aty breaking news, brezi i ri ka hyrë në parlament, klasa e vjetër politike ka dalë nga politika. Tranzicionet i erdhi fundi dhe gjërat po ndryshojnë. Nëse ne ja dalim që të thym klasën e vjetër politike, që në parlament të fusim një grup të madh të rinj, qofshin këta të nismës Shqipëria bëhet, qofshin këta nga grupime tjera, po të rinj që hynë në parlament, që largojnë nga aty klasën e vjetër politike, që i jep shpresë të riut në çdo fushë, në gazetari, në sport, në art, në akademi, që thotë shiko gjërat po ndryshojnë, tranzicioni po mbaron, ne ja kemi dalë të arrijmë qëllimin tonë. Kjo është ajo që unë mendoj, kjo është ajo që unë synoj, dhe kjo është ajo që unë shpresoj. E qartë, faleminderit shumë zoti Shabani që ishit në studio. Kemi qenë me zotin Endri Shabani për të diskutuar disa nga pikat kryesore të platformës së nismës Shqipëria Bëhet, qëndroni me programacionin në vijim.